denoj me forcën më të madhe sulmet antikombëtare, anti-shqiptare, ndaj qytetarëve të Maqedonisë, Veriut dhe Kosovës dhe Malit të Zi, të cilët marrin pjesë në protestën kundër narkodiktatorit apo padrinos apo kreut të Meduzës. Për një kauzë të drejtë, ata luftojnë për një kauzë të drejtë, për lirinë dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptar ndaj një kryehajduti të panjohur më parë në historinë tonë kombëtare. Etiketimi i tyre si pushtues është etiketimi i një armiku tegër të shqiptarëve e një bastardi të diktatorit Enver Hoxha e një njeriu që urren në thelb kombin e tij. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe këto etiketime ndaj shqiptarëve.